Imagjinoni të vozisni nën fundin e oqeanit, me miliona ton ujë deti që ushtrojnë presion mbi ju, ndërsa automjeti juaj lëviz përmes një strukture të formuar nga një bashkimi i pandërprer betoni dhe çeliku. Ajo që mund të duket si një koncept nga fantashkenca, është në të vërtetë një nga rritjet më të jashtëzakonshme të inxhinierisë moderne. Tuneli në New York. Këtë struktura ndërtohen në kushte ekstreme, ku inxhinierët duhet të përballojnë presione të mëdha, sedimente të paqëndrueshme dhe izolim të plot nga sipërfaqja. Tunelet në New York janë bërë pjesë thelbësore e infrastrukturës globale. Ato lidhin rajone të ndara nga oqeanet, lumenjt dhe gjiret, duke transformuar transportin dhe duke mundësuar udhëtime të shpejta mes vendeve që dikur ishin të largëta. Udhëtimet që më parë kërkonin tragede ose rrugë të gjata, tani mund të përfundojnë brenda pak minutash. Për te i komoditetit, këto tunele luajnë një rol vendimtar në lëvizjen e mallrave dhe njerëzve, duke garantuar rrugë tregtare, efikase dhe të besueshme. Për shumë shtete, veçanërisht ato me porte të mëdha, ato shërbejnë si shtylla kryesore për rritjen ekonomike dhe zhvillimin industrial. Ndërtimi i një tuneli në New York fillon me planifikim të gjerë dhe inxhinieri të saktë. Faza e parë përfshin studime të detajuara të shtratit të detit. Inxhinierët analizojnë terrenin në New York, mbledhin mostra toke dhe studiojnë shtresat shkëmbore për të vlerësuar stabilitetin dhe për të identifikuar rreziqet e mundshme. Në të njëjtën kohë, ndikimi mjedisor vlerësohet me kujdes. Ekipet e ndërtimit duhet të sigurojnë mbrojtjen e ekosistemeve detare, duke minimizuar ndërhyrjen në habitatet natyrore. Masa si reduktimi i zhurmës gjatë ndërtimit dhe krijimi i rifeve artificiale shpesh përdoren për të mbështetur jetën detare. Një nga teknikat më të përdora të ndërtimit është metoda e tubave të zhytur. Ky proces përfshin ndërtimin në tokë të segmenteve të mëdha prej betonit të armuar. Çdo segment mund të arrijë rreth 217 metra në gjatësi dhe të peshojë mbi 73.000 ton. Këto elemente prodhohen me precizion të lartë për të siguruar parafrim të saktë dhe lidhje plotësisht të papërshkrueshme nga uji. Brenda tyre, segmentet ndahen në ndarje funksionale, zakonisht duke përfshirë hapësira të veçanta për trafikun rrugor, linjat hekurudhore dhe korridore shërbimi për mirëmbajtje. Pasi përfundojnë, segmentet transportohen në vendin e ndërtimit dhe ulen me kujdes në panelet të përgatitura paraprakisht në shtratin e detit, duke përdorur platforma lundruese dhe pajisje të rënda ngritëse. Çdo seksion lidhet më pas në mënyrë të njëpasnjëshme për të formuar një tunel të vazhdueshëm. Pikat e lidhjes janë kritike, pasi çdo papërsosmëri mund të lejojë depërtimin e ujit. Për ta parandaluar këtë, inxhinierët vendosin guarnicione gome ndërmjet segmenteve për të krijuar një vulosje hermetike. Tuneli mbulohet më pas me shtresa rëre dhe zhavori për ta stabilizuar dhe për të kundërshtuar forcën ngritëse të shkaktuar nga presioni i ujit. Pasi të gjitha segmentet lidhen në mënyrë të sigurt, barrierat e përkohshme hiqen, duke krijuar një strukturë të vazhdueshme dhe të mbyllur plotësisht. Megjithatë, metoda e tubave të zhytur është e përshtatshme vetëm në zona me shtrat detar të qëndrueshëm dhe kushte relativisht të qeta ujore. Në mjedise më sfiduese, ku rrymat janë të forta ose terreni është kompleks, kërkohet një qasje tjetër. Metoda e makinerisë për shpimin e tuneleve, TBM, përfaqëson teknikën më të avancuar në ndërtimin modern të tuneleve. Një TBM është një sistem masiv dhe i pavarur, i aftë të gërmojë tokën, të largojë materialin e nxjerrë dhe të instalojë mbështetjen strukturore në të njëjtën kohë. Kjo mundëson gërmime të vazhdueshme dhe të kontrolluara në tokë ose në ujë, me ndikim minimal në mjedisin përreth. Në pjesën e përparme të makinerisë
ndodhet një kokë prerëse rrotulluese, me diametër rreth 12 metra dhe peshë mbi 200 ton. E pajisur me shumë mjete prerëse me rezistencë të lartë, e rrotullohet me shpejtësi të qëndrueshme, duke ushtruar presion të madh, të aftë për të thyer shkëmbinj dhe toka të dendura. Materiali i gërmuar transferohet në një dhomë pas kokës prerëse, ku përzihet me ujë dhe aditiv për të ruajtur ekuilibrin e presionit. Ky proces është thelbësor për të parandaluar shembjet, veçanërisht në toka të buta ose të ngopura me ujë. Përzierja krijuar transportohet në sipërfaqe, ku përpunohet dhe largohet. Ndërkohë, ndërsa makineria avancon, pjesa e pasme e saj instalon segmente betoni të parafabrikuara që formojnë veshjen e tunelit. Pasi formohet një unazë plot, injektohet llaç në hapësirën midis veshjes dhe tokës përreth. Duke fiksuar strukturën dhe duke siguruar papërshkrueshmëri nga uji. Sistemet hidraulike më pas shtyn makinerinë përpara, duke vazhduar ciklin e gërmimit, instalimit dhe avancimit. Çdo cikël zgjat rreth 90 minuta, duke mundësuar ndërtimin e afërsisht 20 metrave tunel në ditë. Duke operuar pa ndërprerje, kjo metodë lejon krijimin e qëndrueshëm dhe efikas të tuneleve të gjata edhe në mjediset më sfiduese. Qindra inxhinier monitorojnë vazhdimisht presionin, temperaturën, sistemet e energjisë dhe pamjet në kohë reale për të ruajtur stabilitetin gjatë gjithë procesit të gërmimit. Fal dizajnit të tij të mbyllur dhe shumë të automatizuar, një TBM mund të funksionojë në tokë për muaj të tërë pa ndërprerje, duke përfaqësuar kulmin e teknologjisë moderne të tuneleve. Megjithatë, kufizimi i saj kryesor mbetet shpejtësia. Kur makineria përballet me shkëmbinj jashtëzakonisht të fortë ose zona me presion të parregullt, ajo duhet të tërhiqet dhe të përdoren metoda alternative ndërtimi për të garantuar sigurinë. Në kushte të tilla, inxhinierët shpesh mbështeten në metodën e shpimit dhe shpërthimit. Kjo teknikë tradicionale vazhdon të përdoret gjerësisht, veçanërisht në formacionet të forta gjeologjike, ku makineritë TBM nuk mund të funksionojnë në mënyrë efektive. Ndryshe nga procesi i vazhdueshëm i gërmimit me TBM, kjo metodë ndjek një cikël të qartë: shpim, shpërthim, largimi i materialit dhe përforcim strukturor. Procesi fillon me shpimin e saktë të 10 vrimave në faqen e tunelit, sipas planeve të detajuara inxhinierike. Në secilin vrim vendosen karikator shpërthyes, të pajisur me detonator elektrik dhe të lidhur në një sistem të kontrolluar ndezje. Çdo shpërthim programohet me kujdes për të maksimizuar coptimin e shkëmbit dhe për të minimizuar dridhjet dhe ndikimin strukturor. Para përdorimit, të gjitha materialet shpërthyese kontrollohen dhe certifikohen për siguri. Gjatë përgatitjes, sistemet e ventilimit ndalen përkohësisht për të shmangur dëmtimet nga valët e goditjes. Inxhinierët më pas testojnë qarqet elektrike dhe lidhjet për të siguruar funksionimin e saktë. Vetëm pasi verifikohen të gjitha kushtet e sigurisë, kryhet shpërthimi, duke thyer rreth 1.5 metra shkëmb në çdo cikël. Pas çdo shpërthimi, puna ndalet për inspektim dhe ventilim. Zakonisht, përdoren nga 80 deri në 100 kg lënë shpërthyese për çdo shpërthim. Me disa cikle që realizohen çdo ditë në varësi të kushteve gjeologjike. Megjithse kjo metodë mund të jetë më e shpejtë dhe më ekonomike, e gjeneron dridhje të forta që mund të dëmtojnë strukturat përreth dhe të shkaktojnë depërtim uji. Për këtë arsye, ai nuk është e përshtatshme për tunele në ujore dhe përdoret kryesisht në tunele malore ose në toka të thata. Kur metodat e tjera nuk janë të zbatueshme, inxhinierët i drejtohen teknikave tradicionale të tunelimit. Kjo qasje përdoret në mjedise shumë komplekse, ku paqëndrueshmëria gjeologjike ose presioni i lartë i ujit e bëjnë të pamundur
përdorimin e të BM-ve, ose metodës së tupave të zhytur. Ndërtimi fillon me hapjen e një boshti vertikal nga sipërfaqja deri në nivelin e tunelit. Ky bosht shërben si pika kryesore e aksesit për punëtorët, makineritë, materialet dhe nxjerrjen e materialit të gërmuar. Materiali i nxjerr transportohet në sipërfaqe në kontenier të mbyllur për përpunim të mëtejshëm. Në zona ku shpërthimet nuk lejohen ose toka është shumë e dobët, përdoren mjete prerëse hidraulike. Edhe pse më ngadalt, kjo metodë zvoglon rrezikun e zhytjes së tokës dhe rrit stabilitetin. Pas çdo faze gërmimi, sipërfaqet e ekspozuara përforcohen menjëherë me beton të spërkatur, struktura çeliku, rrjeta përforcuese, bulona shkëmbor dhe mbajtëse për të parandaluar shembjen. Gjatë gjithë procesit, ekipet inxhinierike punojnë pa ndërprerje, duke monitoruar presionin e ajrit, funksionimin e pajisjeve dhe sistemet e kontrollit të ujit. Ruajtja e një ekuilibri të qëndrueshëm të presionit midis brendësisë së tunelit dhe mjedisit përreth është thelbësore. Çdo ekuilibër mund të lejojë depërtimin e ujit të detit dhe të shkaktojë përmbytje. Duke kombinuar praktikat klasike të inxhinierisë me teknologjitë moderne të monitorimit, tunelimi tradicional mbetet një zgjidhje besueshme në kushte sfiduese. Pas përfundimit të ndërtimit, tuneli kalon në një fazë të plot testimi dhe vlerësimi. Shumë tunele moderne në ujore projektohen me 2 nivele, duke rritur ndjeshëm kapacitetin e trafikut, pas zgjeruar strukturën e jashtme. Automjetet mund të lëvizin me një shpejtësi të qëndrueshme, për rreth 60 km/h, ndërsa daljet emergjente vendosen në intervale të rregullta, zakonisht çdo 200 metra. Inxhinierët kryejnë teste të gjera për të garantuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tunelit. Këto përfshin kontrollin e papërshkrueshmërisë nga uji, rezistencën ndaj presionit, sistemet kundër zjarrit, ventilimin dhe stabilitetin strukturor. Megjithatë, performanca fatgjatë e një tuneli në New York varet kryesisht nga mirëmbajtja e vazhdueshme. Ekipet teknike kryejnë inspektime të rregullta të veshjes së tunelit, sistemeve të izolimit, strukturave mbështetëse dhe rrjeteve të kullimit për të identifikuar çdo shenjë dëmtimi ose deformimi. Qindra sensor të integruar monitorojnë vazhdimisht presionin, temperaturën, lagështinë dhe dridhjet, duke dërguar të dhëna në kohë reale në qendrat e kontrollit. Kjo mundëson inxhinierëve të zbulojnë shenjat e para të lodhjes strukturore dhe të ndërhyjnë në kohë. Mirëmbajtja përfshin gjithashtu pastrimin periodik dhe largimin e sedimenteve me mjete të specializuara të pajisura me rryma uji me presion të lartë dhe sisteme thithje. Këto procese sigurojnë që sistemet e kullimit të mbeten funksionale dhe që mjedisi i tunelit të jetë i qëndrueshëm. Përmes kombinimit të teknologjisë avancuar të monitorimit dhe praktikave të sakta të mirëmbajtjes, tunelet në ujore mund të funksionojnë në mënyrë të sigurt dhe efikase për dekada. Të ndërtuara për të përballuar kushtet e ashpra të thellësive detare, ato mbeten dëshmi të qëndrueshme të zgjuarësisë dhe vendosmërisë njerëzore. Nën sipërfaqen e ujit, aty ku drita e diellit rrall arrin, këto struktura krijojnë rrugë të fshehura që pasqyrojnë mjeshtërinë teknologjike dhe dëshirën për të kapërcyer kufijt natyror. Nëse dëshironi të vazhdoni të zbuloni se si teknologjia dhe inovacioni po transformojnë botën çdo ditë, abononi në këtë kanal për më shumë përmbajtje të tilla.